Një tjetër lajm vjen nga kanali më i madh televiziv Top Channel. Arbana Osmani, moderatorja e njohur e Top Channel, me një karrierë që shtrihet mbi 2 dekada në këtë televizion, është larguar nga kanali televiziv dhe gjithashtu ka ndërprerë transmetimin e emisionit Dua të bëj të sjergës, tregojnë burime për Newsbomb Pital. Arsyeja sipas burimeve të informacionit nga Top Channel ishte një grindje midis moderatores edhe regjizorit të televizionit, Ben Blushi. Rrethana dhe arsyet e grindjes midis regjizorit dhe moderatores nuk dihen, por lajmi për largimin e saj u përhap menjëherë brenda gigantit mediatik. Arbana Osmani, moderatore e shumë emisioneve në Top Channel, u bë e njohur për Big Brother Albania, një prodhim që ajo e ka moderuar gjatë gjithë viteve të saj atje. Kohët e fundit, ajo u përqendrua në projektin Dua të bëj të lumtur, raporton Didi Media. Pasi kohët e fundit janë shkruar shumë lajme për të, përfshirë edhe jetën e saj private, duket se Arbana Osmani i ka dhënë fund një bashkëpunimi të gjatë që filloi herët me themelimin e këtij televizioni.